Dashi, dita e sotme sjell sfida të vogla në marrëdhëniet personale. Mund të ndihesh i tensionuar në komunikim me partnerin ose miqt. Merr frymë thellë dhe përpiqu të dëgjosh më shumë se sa flet. Në punë, një detyrë që ke anashkaluar mund të kërkojë vëmendjen tënde të menjëhershme. Përqendrohu dhe mbaroje me kujdes për të shmangur komplikime të mëtejshme. Në aspektin financiar, është koha të bësh një rishikim të shpenzimeve të fundit. Kjo do të ndihmojë të kuptosh ku mund të kursesh. Emocionalisht mund të ndihesh i mbi ngarkuar. Një shëtitje e shkurtër ose disa minuta për veten mund të bëjnë mrekulli. Kujdesu për veten dhe dëgjo nevojat e trupit dhe mendjes. Dene, sot mund të ndjeni nevojën për të vënë rregull në jetën tuaj personale. Në marrëdhëniet romantike është koha për të komunikuar hapur me partnerin. Kjo do të ndihmojë për të qartësuar disa keqkuptime të vogla. Në punë, një projekt i ri mund të shfaqet në horizont. Mos hezitoni të merrni përsipër sfidat e reja, pasi ato mund t'ju sjellin përfitime të mëdha në afat të gjallë. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur. Doni një pushim të shkurtër për të rigjeneruar energjinë tuaj. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se nganjëherë një moment qetësie bën mrekulli për shpirtin tuaj. Binjakët, sot mund të përballesh me sfida në punë që kërkojnë vëmendje të veçantë. Përpiqu të qëndrosh i organizuar dhe mos lejo që detyrat e vogla të shpërqendrojnë nga objektivat kryesore. Në aspektin e dashurisë, është koha për të qenë më i hapur me partnerin dhe të ndash ndjenjat e tua. Kjo do të ndihmojë në forcimin e lidhjes tuaj. Financat mund të jenë pak të paqëndrueshme, prandaj bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Është një moment i mirë për të bërë një plan kursimi. Emocionalisht mund të ndihesh i mbi ngarkuar, ndaj mos hezito të marrësh pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të afërt mund të bëjë mrekulli për qetësinë tënde mendore. Daforia. Sot mund të ndjeheni paksa të ndjeshëm dhe të tërhequr nga vetja, por mos lejoni që kjo t'ju pengojë të përballeni me detyrat e përditshme. Në punë, pritet që të përballeni me disa sfida, por aftësitë tuaja për të zgjidhur problemet do t'ju ndihmojnë të dilni mbi to në aspektin financiar. Është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të fokusoheni në kursime. Në jetën romantike, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një mirëkuptim më të thellë. Nëse jeni beqar, mos e humbisni mundësinë për të takuar dikë të ri. Për të ruajtur qetësinë emocionale, përpiquni të kaloni pak kohë duke bërë aktivitete që ju relaksojnë dhe ju mbushin me energji pozitive. Luani. Sot do të ndihesh energjik dhe i motivuar për të kapur çdo mundësi që vjen në rrugën tënde. Në punë, projektet që ke në dorë do të kërkojnë vëmendje të veçantë, por edhe bashkëpunim me kolegët. Mos hezito të kërkosh ndihmë kur të duhet. Në aspektin financiar, është dita e duhur për të bërë një plan të ri kursimi apo për të rishikuar buxhetin. Në dashuri, marrëdhëniet do të jenë të qeta. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, mund të tërheqësh dikë me energjinë pozitive që transmeton. Kujdesu për shëndetin emocional duke bërë diçka që të relakson, si një shëtitje në natyrë. Virgjëresha. Më 18 janar do të ndihesh i angazhuar në punë dhe mund të shfaqen mundësi të reja për të treguar aftësitë tua. Është momenti i duhur për të marrë iniciativë dhe për të bërë ndryshimet që ke menduar prej kohësh. Në aspektin sentimental, ndoshta do të duhet të tregosh më shumë durim dhe mirëkuptim ndaj partnerit. Diskutimet e vogla mund të shmangen lehtë me një qasje të qetë dhe të matur. Financat do të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por do të ishte mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për gjendjen emocionale, duke gjetur kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi qëllimet personale. Ditët e ngarkuara kërkojnë balancë dhe vetë kujdes. Peshorja. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Mund të ndjeheni të tërhequr drejt bisedave të thella me partnerin ose miqt. Nëse ndjeni tension, përpiquni të jeni të hapur dhe të sinqertë. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla. Një qasje e organizuar do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet. Financat kërkojnë vëmendje. Kushtoni kohë për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë plane afatgjata. Kjo do të ndihmojë në shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht ndjeheni pak të pasigurt, por është e rëndësishme të mos lejoni që këto ndjenjat ju pengojnë. Merrni pak kohë për veten dhe për aktivitetet që ju sjellin kënaqësi dhe qetësi. Kujdesuni për mirëqenien tuaj. Akrepi. Sot mund të ndihesh paksa i tensionuar në aspektin emocional, por është e rëndësishme të mos e lësh që kjo të ndikojë në vendimet e tua. Në dashuri, përpiqu të jesh i hapur dhe i sinqert me partnerin.
Një bisedë e qetë mund të zgjidhë shumë keqkuptime. Në punë, përqendrohu te detyrat e vogla dhe mos u shqetëso për çështje që nuk i ke nën kontroll. Financat kërkojnë vëmendje. Është koha për të bërë një plan të ri buxhetor. Gjej një moment për të qetësuar mendjen dhe për t'u relaksuar. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që të sjellë kënaqësi do të ndikojë pozitivisht në humorin tënd. Kujdesu për veten dhe mos e neglizho mirëqenien emocionale. Shigjetari. Sot mund të ndjeni të motivuar për të përfunduar projektet e lëna pezull. Përqendrimi juaj në punë është i fortë dhe mund të arrini rezultate të prekshme. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë afrim dhe mirëkuptim. Për beqarët, një takim i papritur mund të zgjojë interes. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i kujdesshëm mund të ndihmojë në arritjen e qëllimeve afatgjata. Në aspektin emocional, është e rëndësishme të gjeni kohë për veten. Aktivitetet relaksuese si leximi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojnë në qetësimin e mendjes dhe rigjenerimin e energjisë. Kujdesuni për veten dhe qëndroni pozitiv. Britsjapi. Sot mund të ndihesh i motivuar për të përfunduar detyrat e mbetura në punë. Energjia e ditës të mbështet për të qenë më produktiv dhe për të marrë vendime të zgjuara. Në aspektin sentimental, është koha e duhur për të treguar më shumë ndjeshmëri ndaj partnerit. Një bisedë e hapur mund të ndihmojë në thellimin e lidhjes suaj. Në financa, është e rëndësishme të mbash nën kontroll shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Planifikimi i buxhetit për muajt e ardhshëm do të ishte i mençur. Emocionalisht mund të ndihesh pak i tensionuar, por një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Kujdesu për veten dhe përpiqu të mbash një ekuilibër të mirë midis punës dhe kohës së lirë. Ujori. Sot mund të përballesh me disa sfida në punë, por mos u shqetëso. Të qenit fleksibël do të ndihmojë të gjesh zgjidhje kreative. Në aspektin financiar, është koha të bësh disa llogaritje të kujdesshme. Evito shpenzimet e panevojshme dhe fokuso te kursimet. Në dashuri, mund të ndihesh pak i larguar nga partneri, por një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë situatën. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të surprizojë. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, prandaj merr kohë për veten. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që të relakson do të ndihmojë të rigjesh qetësinë. Kujdesu për shëndetin mendor dhe fizik duke bërë zgjedhje të shëndetshme. Peshqit. Sot mund të ndjeni pak të ngarkuar me emocione, por është e rëndësishme të ruani qetësinë. Në punë do të keni mundësi të përmirësoni marrëdhëniet me kolegët. Një diskutim i hapur mund të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të vogla që ju kanë shqetësuar. Në aspektin financiar, është dita e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane të reja kursimi. Në dashuri, përpiquni të jeni më të hapur dhe të shprehni ndjenjat tuaja. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Nëse jeni beqar, një bisedë e papritur mund të rezultojë në diçka interesante. Kujdesuni për shëndetin mendor duke marrë pak kohë për veten, ndoshta duke bërë një shëtitje të qetë.